Gjatë ditës së sotme, pjesëtarët e policisë dhe sektorit përfundimit gjatë marrjes së masave dhe aktiviteteve për zbulimin dhe arestimin e personave të cilët përqendrimin e vet të kohëve të fundit lëshojnë alarme të rejme për bomba në shkollat fillore dhe të mesme në rajonin që mbulon për punë të brendshme Tetov. Kanë arrestuar 3 persona nga një fshat i rrethinës së komunës së Bogovinës, të Brvenicës, kështu që personat në fjalë kanë pranuar se kanë kryer apo janë zbavitur me këto alarme të rreshme për bomba dhe janë mbajtur në stacionin policor Tetov për procedurë të mëtejme pra të njëjtit në prezencë të prindërve për shkak se bëhet fjalë për të mitur, po kryhet biseda zyrtare. Gjatë kohës së kaluar pra para 2 javëve, u arrestuan edhe 2 persona dhe njëri prej të cilëve gjithashtu i mitur. Kështu që sektori për punë të brendshme Tetov pra përgatit parashtesa përkatëse dhe të njëjta do të dorëzohen deri në prokurorinë themelore publike. Shfrytëzoj rastin të apeloj deri tek qytetarët, kryesisht tek prindrit të cilët kanë fëmijë të mitur, të cilët janë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, që të kontrollojnë mjetet e tyre digjitale, të mbikëqyrin çdo lëvizje të tyre për arsye se në këtë mënyrë fëmijët duke menduar se zbaviten, ata krijojnë një huti tek popullata, krijojnë pasiguri tek nxënësit dhe shkaktojnë dëme si psiqike, sociale, edhe dëme materiale, pra siç e dini edhe vetë se për çdo paralajmërim të bombave duhet angazhimi i gjithë sektorit për punë të brendshme Tetov dhe kontrollimi të terrenit me qëllim të sigurohet pra siguri më e madhe për nxënësit nëpër shkollat. Gjithashtu në të ardhmen paralajmërohet masa edhe më rigoroze për shkak se nuk është lojë, pra çdo kush që mendon se bëhet fjalë për lojë, pra kemi të bëjmë me vepra penale, të cilat janë të dënueshme me ligj dhe për të njëjtat mund të dënohet edhe me burg. Kështu që në bashkëpunim dhe bashkëveprim me institucionet tjera komunale, arsimore dhe institucionet pra sociale do të merren të gjitha masat për zbarjen dhe ndalimin apo prevenimin e kësaj dikurie që kohëve të fundit ka marrë një hovë të madhe. Kohëve të fundit duket se nuk ka as pak bashkëpunim me prokurorinë, me organet e socialit, me shkollat, sepse po kapen dhe mbetet pa. Pra, ajo është në kompetencat e institucioneve juridike, kurse puna e policisë është që të gjejë pra prova materiale, të përgatit parashtesa përkatëse, të sigurojë personat në fjalë dhe të dorëzojë parashtesat përkatëse. Pjesa tjetër i takon institucioneve juridike. Ajo e kanë pranuar veprën. Pra këto të fundit kanë pranuar se duke u zbavitur kanë raportuar në numrin 112 pra rastin ku në një shkollë fillore të Tetovës gjatë ditës së djeshme ka të vendosur një bombë ku edhe kjo alarm doli të jetë i rem dhe pas marrjes së masave dhe aktiviteteve janë arrestuar personat. Pra këto nuk janë personat që vazhdimisht kanë dërguar emaila në emailin zyrtar të MPB-s. Këto janë ata që vetëm dje e kanë pranuar se kanë bërë lajmërim të rreshtë. To nuk janë nuk janë të njëjtit, por pra kemi raste të personave të ndryshëm që nuk janë të ndërlidhur njëri me tjetrin, pra 2 ishin nxënës të shkollave të mesme kurse këta janë nxënës të shkollave fillore.